Emeri tani kemi në studio një qift, kemi qëndre... 2-1, kemi Qëndresa Punjakun dhe Bredon Kryeziun. Mirë se ardhët. Mirë se gjemë. Faleminderit për ftesën. Faleminderit nga ana juaj. Brendonin e kemi gjithashtu me kitar, sepse është edhe kitarist njëkohësisht, të dytë bëjnë muzikë, janë një qift, Dardani dhe u auroi martesën me qenë se dhe i njihen. Urime, shpresoj se ka një shkuqet shka mirë, edhe jeni qifti mas simpatik që ku po na jarë. Re shkollës muzikës. Se kemi shumë qitë me rritë për ndryshën nga shkolla e muzikës, kështu që urime dhe ju priftë mbora, posh edhe në këngën e Qëndresës, Eja, një këngë publikuar para 3 vitësh. Sa vite keni bashk? Kena që njifemi, kemi shumë vite, dikon prej vitit 2020. Prej vitit 2020. 5 vjetë. Cili i tha cilët? Edhe kemi vazhdu me shoshni, tani kemi vazhdu edhe si koleg, me kong, me dasma, me ahenjë ndryshme. Edhe erdhë momenti, Dardan që... E cilit, që kjo po më interes... Aty të shku në bërë ahenjë edhe tu i pa, tu i bo ato, dhe me thonë, tu gjunjëzu, tu shku zhagë. Të e këshyri... Në pëlqeshin qifte qatë shumë, qatë mirë kemi qifte që shkujnë në për dasma, kështu që thamë edhe... Po edhe keni pas një hyrje, se i kam pa disa foto. Shkja e momenti, dhe me thonë që i propozut njëni tjetërit, me qenë se keni pas mundësi me pa propozimet ndryshme, e bëne pak të veçantat propozimin e jo? Ne kemi qenë lidhje në distancë, edhe... Lidhje në distancë? Po. Do thotë bashkëpunime gjitha kanë ardhur gjatë kohës verës, kur Brendi ka qenë në Kosovë, dhe kemi shku në prahinqe të ndryshme kështu më radhë. Herën e parë, do me thonë, kur jemi lirë, Brendi ka qenë rrugës për Itali. Kur më ka propozu Brendoni, ka qenë për Italis, ka ardhë surprizë në Kosovë. Më ka po befasi edhe më ka propozu. E tash që jemi të martuar, Brendoni është këthy përfundimisht në Kosovë. Dishë më thuj që befasit kam përfundu. Ka përfundu distancë, që kjo. Kjo është me e mira. E keni pas lidhjen distancë? Aso o kone zëshme, o kone edhe e mirë. Edhe zëshme edhe mirë. Sa mirë, se gjithmonë kur i dëgjoj, lidhja në distancë është problem. Që nuk jam pëshmër në asë një herë për ato që për rjedhen tonë që e kena pas deri tash, se gjithë se nuk kone mirë. Kone zëshme distanca, po prapë se prapë. Kret esenca është në pështirësi me gjeta të mirën, do me thënë. Kur e gjemat pjesën e mirë, kështu te i kalohen sfidat. Mirë, me qenë se kemi pak minuta, jo dhe shumë në dispozicion, sepse sot në koincidenci kemi edhe një palë misafer tjerë, të cilët po ashtu janë qiftet nga kam pushtu. Qiftet, por në një push krejt tjetër, fitness, bodybuilding, atë do t'alon pas pak. Në tregoni, me qenë se ka shumë dasma, hengje, ma koha e tyne, apo e vreni që është një ndryshem, për shembull edhe në stilin e muzikës, edhe në stilin e këtyre ahengjeve, pak më ndryshe se sa viteve të shkuara. Po e vreni edhe ju këto, apo po mbetet ajo e njëjta, dihet, hyrja, fillimi, mesi, premja e tortës edhe përfundon gjithçka? Çdo vit që vjen, po sjell risi të reja. Çka muj me cek është që dasmat e mëdha, ku ne kemi marrë pjesë në hyrjen e çiftit me violin, kitar, tek pjesa e tortës. Po pëlqejet shumë, fillim ka qenë më pak, ndërsa tash po ka kërkesa më shumë, po realisht sa i përket rrjedhës ndryshimeve, prej dasma shumë të mëdha, ndoshta muj me thonë ka më shumë dasma më familjare, më shoqërore. Darka familjare, ku po naftojnë edhe me këndu, mu me Brendonin, violin, kitar, po kanë qef kanë vjetra shtetare, popullore, edhe një darkë modeste martesore ose fejes, edhe muj me thonë që kjo është ndryshimi që kum po realisht edhe këto dasmat e mdoja, po ka tash gjana të reja që po shumë përmes internetit e mandej po i realizojmë edhe të një. Ma e mirë kjo? Po duket ma mirë, Brendon, kjo mënyrë e organizimit, apo je për ato pjesë më tradicionale? Tash unë jam ma shumë të pjesë tradicionale, dasmen e kemi bo me 29 korrik, edhe kemi shku në gjitha traditat shqiptare që i kemi, sikur
unë të shtëpia shembull kom pas dikun ofër një javë dosëm. Njëtë edhe Po, A i keni marrë bijat? edhe qëndresa. A e keni mësit kullaqen? Krejt jam. Mirë. Po ashtu unë e di se me gjetë gitarisht është shumë zarë. Jo dy, për shembull mu Bredoni, qa bën? ne kemi edhe bashkëpunëtor. Ja jep një parastamol mas pari. Mundohemi maksimum që në fillimisht na dy me konë mirë, na dy mu konë fort për me vazhdu, po në rastin për shembull që i kam thënë gjitha çifte, edhe nëse se ne jemi njerëz edhe mundet me ndodhë, domethënë Po. Nuk i di me nesër mi asgjë. shka. Mirë, po ne kemi edhe bashkëpunëtorët, na nuk shkojmë vetëm ne dy, kemi edhe kitarista tjerë, kemi edhe violinista tjerë që Edhe këngëtar tjerë, vokalista? Po. Mas shumë të e kena rastin për shembull nëse unë jam keq nga fyti, edhe Brendoni është këngëtar, Po. domethënë e ndihmojmë njëri tjetrin. Pikërisht edhe ndarsëm aty e kemi bërë edhe këngën tonë të parë, tek hyrja e çiftit, tek hyrja jonë. Që këtë bisedë me qatë këngë, ndoshta kemi me përfundu, kështu që përgatituni pak me këndu. Mirë, po ende nuk e kemi publikuar. Nuk e kam publikuar ende në rrjetet sociale. Kështu Publikojnë, që pse, a ka diçka të keqe? jo nuk ka asgjë. Një refren, të keqe. shkurt. Janë të eru kohën për me qitë kongën, me siguri. Ashtu. Se i kam pa disa pjesë në rrjetet sociale dhe me të vërtetë ishte shumë interesante dhe ma keni vidh për idenë. Se dhe në kom tash në voket Është se. pikërisht një këngë që Ta bëjmë një i këngë. përgjigjet O po. një bashkëpunim live po ndodh në studio. Është Veç do e pikërisht menën mu martu ti. U kry, o po. edhe prej neve e kemi. Shumë letë e ke qafe, bravo. Se besoj që e ka për me vejk për i qafe. Çështoj. S'lan me fol. Është një këngë që pikërisht i përgjigjet rrjedhës tonë, karrierës tonë, mënyrën se si ne jemi ndërtuar dhe mënyrën se si ne tash kemi fituar dhe jemi tu e nis një jetë bashkë, një jetë re edhe si po vazhdojmë. Si edhe me një farë forme është edhe një lutje që me na shku dashnia sa më mirë, edhe me kalu një jetë sa më të bukur bashkë për krahun njëri tjetrit. Ky është projekti jonë i parë bashkë, ama nuk do të thotë që do të jetë i fundit. Jo. Do të thotë po presim edhe këngë treja. A keni plan do një këngë, a mundeni me na zbulu pak a shumë? Kemi diçka në plan, po ende është brumi duke u gatu. Tu gatu që nga. Kështu që nga Po veç na këtu kemi qef ka pak brumi me ardhë ma shpejt ka njerë. Edhe me na tregu ka pak, me na zbulu na i sen. Kështu që shpejt besoj që ka me pas edhe diçka të re prej neve dyve, po njëherë po dojmë milion hapësirë këtij projekti. Fillimisht e publikojmë, t'i japim hapësirë edhe mandej vazhdojmë me projekte tjera. Qëndresë unë kom pas se ti shkon edhe në shumë evenimente të ndryshme edhe në për shumë festivale të cilat mbahen. A ke marrë pjesë gjithmonë së bashku me burrin? Ajo, a vetë. Kë ku në Itali, s'ka mujt. Itali, po si duket e ka mbështet Ka pas jashtë shumë raste mase. që edhe prej Italisë ju mardh. Vetëm për të dashurën. Me një mbrëmje ku Qëndresa ka pas me interpretuar. Me një koncert. Ose edhe në videoklipet janë kënga ime pa fjalë, ku ka Brendoni ka marrë pushim ekstra veç për më ardhë. Atëherë kemi qenë vetëm shok. Atëherë kemi qenë vetë shok. Qëto rrëfime, për shembull, është interesant, sepse ndasma zakonisht këndohet dhe shpesh themi që po e kemi të pamundur dhe njerë të bashkëbisedojmë, pak të takohemi për shkak të muzikës. Këto rrëfime, për shembull t'juja, që janë shembulli më i mirë për çiftet e reja, sepse ju aty i takoni çiftet e reja, i ndani me të tjerët, u tregoni se si duhet me mbajt, me ujit një dashni që ajo me qenë gjithmonë e freskët. Me shembuj të tillë, për shembull. Tek çiftet e reja, se kur edhe na që shihemi, unë kom thonë çdo herë që du të me ka mirë kuptimi i dy anshëm. Edhe du të me kuptu njëri tjetrin. Edhe në momenti që nuk i komunikon sanat, atëherë nuk i kur gjo. A u a thëni këto gjana, po më intereson për shembull personave të cilët i takoni në organizimet që ju i bëni? Ndonjë shembull tillë? Po, ma shumë. U a tregoni? Më shumë tek ahengjet që marrin pjesë është puna që çiftet kanë shumë stres.
Edhe na gjithmonë jemi mundu m'ja u largu stresen, mi thonë knaqën ishjeni, natën e juj, ditën ma të bukur t'jujën. Mirë po, prej që e kemi përjetu edhe vetë, kemi thonë që mon nuk kena mi thonë mos bëni stres, kena më mundu në tonën, po prapë s'kena mi abo qaq rafsh, qaq letë, se nuk është qaq e letë. Edhe pse duhet një Diçka që unë e më përgjit para shumë vjetëve, po nuk është e vështirë. Nëse mendon që e ke bu dasmën, edhe ke investu, ke humbë kohë, ke harxhu para, i ke thirr njerëzit më të dashur, njerëzit më të afërt në nejën tane për shembull, duhet me shiju ata definitivisht. Pikërisht, Milion ashtu gjitha tjera tana, që edhe me u kënaq me njënin, me tjetrin, mos me mendu se si po dukem, ato janë kryveç. Janë është pjesa e qefit. Edhe në këtë mënyrë. Njëkohësisht është edhe ai emocioni që po fillon një i tre. Absolutisht, po për atë përgatitjet ndodhin, po e din. Po e ndan shapin prej sheqerit. Apo të të pushim ajo mas darsmës, a direkt keni kalu në darsmën e tjetër kujt. Se dhe sot më ndokni, se dhe sot më ndokni si Vesh flodër. mos më qatë natë keni pas, mas 12 vetë natës një nejtë. Nuk më dihet këtyre, sepse merren me shumë aktivitete dhe me shumë marrin pjesë në për shumë deja edhe evenimente, edhe bravo, në nuk e di se ku po e gjeni atë fuqi me marrë pjesë në kaq shumë fejesa, martesa, apo ma kallëzën një qitë sekret, që shpja bëni? Veç që e dojmë punën shumë. Veç që e do një E dojmë punën punën shumë. shumë, edhe nuk është puna me të vërtet tek se fundit ne punojmë për para, kuptohet, si gjithë Po, secili. po gjithmonë e boni me dëshirë. Muzika është ajo që na përmbush neve dyve, mas pari, në shpirt, e mandej edhe fitimi ajo është veç bonus. Edhe tash për shembull dje i kena pas 3 lokacione të ndryshme që kemi shku, kemi marrë pjesë. Prandaj edhe jemi pak të lodhur ndoshta sot mëngjes. Po, Edhe mas dasmës e di që shumica e shoqërisë, familjes kanë thonë pse nuk keni shku diku në pushime, mirë po është pikërisht sezon dhe kemi dashur me 29 korrekt me u martu se ka qenë ditëlindja e Brendonit. do të thotë ka qenë datë e Ka veçantë. pason kuptohet sezona, kështu që kemi lënë pushimet për ma vonë punën një herë. Ti marrëm do pare tani Edhe- shkojna pushim. Faleminderit këtë çiftët që na kanë besu ditën e tyne më të lumtur. Jena mundu edhe mundohemi që me qëndru non-stop në kontakt me ta. Madje ka qenë X rasti tash javën që shkoj, që kam qenë ndoshta duke u bo gati, edhe mu ka dasht me kthy mesazhin nusës, dhëndrit, edhe prap jo mundu me qenë në kohë për secilin prej tyre, edhe deri tash që kemi kalu shumë mirë në përdarsma, po shpresoj që edhe sezona shkon sa ma mirë, edhe vazhdon që shtë që shka fnis. Super, atëherë. Kemi shumë qka tjetër ndoshta për në një rast tjetër pas që ta publikoni edhe këngën për me vazhdu bisedën, ndërsa do ta kishim përmbyll me diçka, me qenë se Brendonin e kemi me gitar, një interpretim i refreni i shkurtër. Patjetër. Me shumë kënaqësi. Kuptohet. Faleminderit shumë për ftesën nga ana juaj. Faleminderit edhe juve që keni gjetë Edhe- kohë me ardhmë kohë sezone, sepse koha e sezonës Faleminderit. gjithmonë është ngarkuar për gjithë artist. I përshëndesim gjithë ata që po na ndjekin, edhe po shpresoj që kalojnë një ditë sa më të bukur. Edhe nuk mbetet gjë tjetër veç se me ju përshëndet me tingujt e kitarës edhe zërat tonë. Vetëm afro pak më afër mikrofonit në Mikrofon, mënyrë që patjetër. zëri të mirët sa më mirë, Unë sepse pata jeni qef pak zë një shumë të pjesë që mirë. asaj këngës që ende se keni publiku, një refren, por nuk e di nëse e prishim atë pjesa jo. Pa dash me Bërë refrenin. E bajnë. Hajde, bravo Meri. Nuse dhëndër unë dhe ti e bekoft zoti këtë dashuri një jet me ty sot po filloj për gjithmonoj zemër do të dashuroj një jet me ty sot po filloj për gjithmonoj zemër do të dashuroj. një bravo e madhe. Definitivisht Faleminderit. fundi i krejt ajo që ne e folëm,
ma dëshmoj që dy artista të cilët premtojnë shumë në dashuri po se po, por dhe në karrierën e tyre. Urojmë që artistë të tillë në vazhdimsi të kemi në mesin tonë, të cilët din drejt për drejt të interpretojnë, din edhe në studio, të cilat pra nuk janë profesionali si kjo jone për këndeme kanë fjalën, dhe që definitivisht mu mahnetën. Sukses edhe njerë çiftit. Faleminderit shumë. Sukses edhe faleminderit shumë edhe paqit sa ma shumë neja këtë verë.